Nga kjo bisedë, e cila besoj ishte më shumë vlerë, të paktën për ata që kanë një lloj interesi për të shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të bashkuar me familjarë që i kanë andej pse jo dhe për të ardhmen atyre të cilët janë tashmë me një vizë dhe nuk e dinë se si do të procedohet, patëm disa informacione në këto momente, por do të kalojmë në një tjetër çështje, në një tjetër temë e cila ka shqetësuar, le të themi, të gjithë situatën ndërkombëtare. Kjo edhe pas ndërhyrjeve të fundit që kanë patur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fillimisht në Venezuelë, por tashmë edhe me dëshirën për të ndërhyrë në Groenland, pasi e shohin si një rrezik të, le të themi, atyre mënyrave se si vepron Rusia dhe Kina dhe ndërhyrja e tyre në Groenland mund të sjellë pasoja negative sipas presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Në këto momente ne do mundohemi të kuptojmë pak më shumë se si po lexojnë këto lëvizje të Amerikës pikërisht në Danimark, ku do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me Geri Kolgegën, i cili do na bashkohet në lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes Geri, faleminderit shumë që je këtu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi. Na trego pak si është përcjell, le të themi, kjo dëshirë e Amerikës për të ndërhyrë në Groenland dhe se si e kanë parë mediat, si po e reflektojnë, si çfarë thon shkrimet kryesore aty. Si po lexohet çdo gjë. Danimarka në aspektin e madhësisë si shtet është, le të themi, paq e vogël sa Shqipëria në sensin dhe që ka qenë një cep i Europës që ka qenë atë paqen e vet deri diku dhe nuk është se ka luajtur ndonjë rol të madh në skenë ndërkombëtare dhe sidomos në epoket politike, dhe kështu që fakti që presidenti Trump po të fundit e ka vendosur në fakt Groenlandën dhe sidomos mbretërinë e Danimarkës, pasi nuk duhet të harrojmë që Danimarka ende është një mbretëri, edhe pse një mbretëri në një republikë parlamentare, le të themi ka kohë të fundit e gjitha ka qenë e përqendruar tek çështja e Groenlandës, e cila nuk është shumë tipike, pasi është shumë e vështirë për shtetin danez që të përfshihet kaq shumë në një çështje kaq të madhe ndërkombëtare që le të themi ka përfshirë Europën dhe Amerikën në një përplasje deri tani po duket e pa evitueshme, dhe në këtë aspekt duhet të thënë që ka një farë paniku, një farë shoku tek mediat daneze për faktin se si një aleat kaq i madh dhe kaq i rëndësishëm si Amerika, dhe duhet të thënë që Amerika, sidomos derat e institutës amerikane në Danimark vlerësohen shumë. Danimarka është një popull që ka dërguar shumë ushtarë si në Afganistan si në Irak për të mbështetur trupat e NATO-s dhe sidomos Amerikën në luftat që janë atje, dhe në këtë aspekt ka pasur një qasje shumë pro-amerikane. Danimarka është një nga popujt më pro-amerikanë në Europë, dhe për këtë arsye këto ditë ka qenë një reportazh mjaft i gjerë dhe mjaft i intensiv mbi atë çka po ndodh në Groenland. Gjithë qytetarëve, por si reportuar edhe në media, edhe tek politikanë, pra e gjithë fokusi këtu tashmë te Groenland. Megjithatë, Geri, ka diçka interesante në këtë mes. Danimarka është pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa Groenlanda në këtë rast nuk është. Dhe kemi një përballje tashmë edhe një, le të themi, ndoshta do të shkojmë në një lloj përplasje edhe brenda NATO-s në këtë rast, për sa kohë atje kanë shkuar trupat europiane për të zhvilluar stërvitje, nga krahu tjetër SBA-t ndoshta mund të bëjnë një ndërhyrje ushtarake në ishullin më të madh të botës sa i përket pjesës së Arktikut. Do të bëhet pak komplekse. Si është bërë, le të themi, kjo analizë, nëse kanë bërë diçka të ngjashme edhe mediat aty? Mediat këtu po flasin tashmë për gjitha skenaret. E para dhe më e rëndësishmja është që gjithë qeveria daneze është angazhuar në një luftë diplomatike, le të themi, duke tashmë fillimisht mbështetjen e shumicës dhe vendeve kryesore europiane në lidhje me Groenlandën. Kjo ka sjellë edhe organizimin e Danimarkës në atë që është quajtur stërvitje në kuadër të mbrojtjes arktike, që ka sjellë trupat europian me mision, po. Në këtë aspekt, media daneze tashmë thonë që skenari më i keq dhe më apokaliptik është ajo pra që presidenti Trump vendos të marrë dhe të përdorë forcën në Greenland. Kjo do të sillte, sipas kryeministrit daneze Mette Frederiksen, fundin e NATO-s. Pra ajo është e shumë e ashpër, shumë e qartë në këtë pikë dhe nuk ka pasur fare realizime.
Pra, ky shihet si scenario. Po, a mendohet që realisht mund të ketë një ndikim kaq të madh edhe le të themi të arrijë të ndikojë në të ardhmen e NATO-s? Po, sepse e para është një shkelje e ligjit ndërkombëtar dhe për këtë Danimarka ka bërë shumë qartë që nuk do të tolerojë as pak Amerikën dhe për më tepër ka marrë një mbështetje shumë të madhe nga krerët e Europës. Ju keni parë edhe së fundmi presidenti Emmanuel Macron ka qenë më i zëvshëm në lidhje me këtë. Ai e ka bërë shumë qartë që kjo do të kishte ajo çfarë shprehimisht Macron ka thënë është që kjo do të kishte pasoja të paprecedenta në historinë e marrëdhënieve mes Europës dhe Amerikës, sepse deri ku mund të shkojë ky përshkallëzim, nëse flasim për një përshkallëzim të situatës, pra Geri? Çfarë mendohet? Cilat janë ato skenaret më negative, le të themi? Pra, ajo që media daneze po raportosh ditën e dieshme duke marrë dhe duke ftuar ekspertë të ndryshëm të politikës ndërkombëtare, por edhe ekspertë të mbrojtjes dhe të strategjive ndërkombëtare, është fakti se kur një shtet dërgon ushtar në Grönland, atëherë kjo do të thotë që ata marrin një angazhim komplet tjetër, duke arritur deri në pikën që nëse ushtarët amerikanë godasin ushtarët, le të themi britanik, gjerman apo francez, atëherë mes dy vendeve mund të themi që ka një shpallje të luftës. Pra deri në pikë. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çdo ndërhyrje që kanë bërë së fundmi kanë pasur një argument, nuk është se kanë ndërhyrë thjesht se ashtu u zgjuan një mëngjes. Argumenti në këtë rast është se le të themi Groenlanda gjithmonë më shumë është në influencën e Rusisë edhe të Kinës. Sa e vërtetë është kjo për gjithë ju që ndoshta jetoni aty afër dhe jeni më në korrent me lajmet më të fundit? Po, në lidhje me këtë, duhet të thënë në fakt që është ndjekur me shumë interes ditën e dieshme takimi që është zhvilluar mes ministrit i jashtëm të Danimarkës dhe ministres së jashtme të Greenlandës në Amerikë, me zëvendës presidentin Vance dhe sekretarin e Shtetit. Në këtë aspekt, duhet të thënë që ministri i jashtëm i Danimarkës, por dhe ajo e Greenlandës, tha që ka disa shqetësime që janë shumë të arsyeshme të Amerikës në lidhje me interesat ruse dhe kineze në rajon, dhe sidomos kjo shpjegohet nga ana e Kinës për faktin se tashmë akulli në Grönland ka filluar të shkrihet me shpejtësi 2 herë më të madhe se sa vitet 90, le të themi, kjo sipas shkencëtarëve, dhe në këtë aspekt gjatë disa muajve të vitit hapet një rrugë nëpërmjet Arktikut ku Kina mund të i sjellë le të themi produktet e saj shumë më shpejt në Europë. Dhe kjo për Amerikën do të ishte e qartë, pra janë interesa ekonomik në këtë rast. Në këtë aspekt, kurse për sa i përket Rusisë, Amerika ka shqetësimin e mbrojtjes pasi Rusia mund të fillojë një inkursion, le të themi, ushtarak në ishull Arktik dhe të marrë disa baza shumë strategjike dhe në këtë aspekt të pozicionohet drejt për së drejti përballë Amerikës, le të themi njësoj si kriza e famshme e Kubës në luftën e totë, dhe në këtë aspekt edhe kjo do të ishte fatale për Amerikën. Pra në këtë aspekt ka disa shqetësime të argëtishme, por ajo çfarë tha ministri i jashtëm danez dje është që ne kemi vendan të nënshkruara në tryezë midis Danimarkës dhe Amerikës, që i jep Amerikës dhe rrjedhimisht NATO-s akses të gjerë dhe akses të pafundëm pra në ishull, dhe në këtë aspekt do duhet që të punojmë brenda kësaj kornize, tha ministri i jashtëm danez. Ai gjithashtu hodhi idenë që mund të gjendet një zgjidhje si ajo që është gjendur në kanalin e Panamas së fundmi, ku presidenti Trump tha që ne duhet zotërojmë sërish kanalin e Panamas, dhe ajo çfarë ndodhi atje është që BlackRock, një kompani e madhe investimi amerikane, ka marrë në zotërim portin që më përpara ishte shumica aksionerësh, dhe ministri i jashtëm danez e solli dhe këtë fakt në mendje. Tashmë është ajo çfarë u arrit djeshme të është konsideruar një fitore e madhe diplomatike, është fakti që ministri i jashtëm danez dhe zyrtarët e lartë amerikanë kanë arritur në një marrëveshje për rritur një punë të nivelit të lartë që do të takohet një javë apo një herë në javë për të folur mbi Grönlandën. Por ajo çfarë ndodhi
ishte një përplasje direkte, pas takimit, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, tha që është ngritur një grup pune për marrjen e Grenlandës. Ndërkohë, ministri i jashtëm danez doli menjëherë dhe e përgjigjëstroi. Tha që nuk është ajo çfarë kemi folur në tapimin, por ne dim shumë mirë tha ai që Trump sërish ka një dëshirë të madhe që Grenlandën ta ketë pjesë të Amerikës. Ne flasim vazhdimisht, Geri, për mënyrën se si e lexon politika, se si shtetet, le të themi, kanë qasje ndaj vendimeve që merr Amerika, apo edhe ndikimi që ka drejt për drejt e Grenlanda, po besoj që një pikë shumë e rëndësishme është edhe se si ndihen qytetarët përballë këtyre vendimeve, këtyre takimeve, gjithçka që po flitet në këtë drejtim. Çfarë raportohet për mënyrën se si e kanë qasjen e tyre vetë qytetarët danez në këtë rast? A ka patur sondazhe të cilat janë zhvilluar për të kuptuar pak më shumë, sepse siç e the edhe ti pak më parë, këto janë vendime të cilat drejt për drejt kanë, le të themi, atë strategjinë e tyre edhe për anën ekonomike se si do të veprojnë. Kështu që ata drejt për drejt do të preken. Si e shohin? Nga ky aspekt duhet të thënë fakt që qytetarët danez, por edhe unë vetë gjatë periudhës që po qëndroj këtu, tashmë Grenlanda është bërë një temë shumë e madhe. Më përpara unë ndoshta edhe për shkak të njohurive të mia të pakta nuk e dija fare që Grenlanda ishte pjesë e mbretërisë së Danimarkës dhe për shumë qytetarë danez, sidomos moshat e reja në fakt, edhe ky është një fakt historik që nuk është pjesë e jetës së përditshme. Shumë qytetarë danez në fakt Grenlandën e konsiderojnë si një ishull për të cilë mbretëria e Danimarkës në fakt subvencionon dhe harxhon miliona euro çdo vit, pasi dihet ekonomia në ishullin e Grenlandës është shumë vogël, ata kryesisht merren me peshkim dhe me tregti. Danimarka subvencionon politikat e tyre sociale, aspektin që grenlandezët kanë në arsimin falas, shëndetësinë falas, dhe gëzojnë të gjitha benefitet sociale që gëzojnë një shtetas danez, dhe në këtë aspekt shumë qytetarë danez tashmë po kuptojnë realisht pra që cilat janë kostet, cilat janë benefitet, apo cilat janë, le të themi, ndoshta dhe mundësitë që pse jo Amerika ta marrë ishullin dhe mbretëria e Danimarkës mos harxojnë më para. Por ajo çfarë shohim në fakt ana e medias, por edhe nga zyrtare pra shtetit, është fakti që janë më shumë se një vite histori dhe së fundmi 3 vite që Grenlanda është pjesë e mbretërisë Danimarkës dhe ata thonë që ne nuk mundemi thjesht të shohim pjesë të historisë tonë, një pjesë të territorit tonë, tek një shtet në guajnë në mënyrë kaq agresive. Dhe në këtë aspekt, së fundmi e daneze për shembull kanë filluar që të hapin edhe seksion me ekspertë të ndryshëm, qytetarë dërgojnë mesazhe në shqetësime, konfuzion. Pra duhet të thënë që pjesë ndjesia më e madhe është konfuzioni dhe ndjesia e zhgënjimit që po hedh poshtë të gjitha paqëmirësinë që danezët kanë për amerikanët. Kjo duhet të thënë një tjetër ndjesi mbi zotërinë, por që ajo që shumë danezë tonë është pjesë një ndoje më të cilën Danimarka ndoshta duhet të tërhiqet sepse kemi Kinën dhe Rusinë përballë, por shumë qytetarë të tjerë danezë tonë që është e papranueshme që Amerika sillet në mënyrë të tillë, dhe sidomos presidenti Trump, në kushtet kur Danimarka është dhe Grenlanda gjithashtu është e aftë të bëjë lëshime, dhe është e hapur të bëjë lëshime shumë të mëdha për bazat amerikane në Grenland. Geri, ishte shumë i qartë me të gjitha informacionet që na përcova. Ishte vërtet kënaqësi të kishim këtë mëngjes. Faleminderit shumë. Unë faleminderit edhe ju, kënaqësia ime.